Dalja nga burgu, si konceptojnë në publik? E pristin me shumë, më themi, nga shërim qytetarët, kishin dëshirë të shihnin atë të lirë, marshkas dhe nga konflikti hapur politik mes tij dhe Berishës. Pra, dalja e tij, si u konceptua? Shiko, duhet ta pranojmë, ne jetonim në një shoqëri plurale, ose bipolare për të qenë më korrekt me fjalën, që Fatos Nano udhëtoi në ndarjen midis atyre që e deshën dhe adhuruan dhe atyre që e urryen dhe që natyrisht e kundërshtuan në mënyrë konsistente. Në këtë ndarje natyrale, ai u përpoq që ta shumëfishonte këtë të parën, domethënë adhuruesve. Dhe nëse nuk ka aq shumë adhurues, të paktën ka respektues. Për shkak të kësaj analize që e bëjmë dhe për shkak edhe të kësaj historie politike që ndërtoi në raport me shoqërinë dhe në raport me vendin. Dy janë elementet substanciale në këtë këndvështrim. E para njëherë që ai u shfaq si një udhëheqës modern në kuptimin më të plot të fjalës, në elokuencën e vet dhe në oratorinë politike të tij nuk bëri gabime, ai bëri gabime në cilësinë të qenit administrator, dhe nga ana tjetër nuk çedoi në ndërgjegjen institucionale dhe konstitucionale të një udhëheqësi politik. Çfarë duhet të them me këtë? Fatos Nano gjatë kohës që ishte kryeministër i vendit nuk krijoi raporte konfliktuale me institucionet e tjera dhe me shtyllat e tjera të demokracisë ligjore në Shqipëri. Nuk mbaj mend në cilësinë e gazetarit të ketë pas konflikte për gjykatën kushtetuese, për gjykatën e lartë, për sistemin e drejtësisë nga cilësia e tij të qenit kryeministër i vendit, sikundër ndodh shpesh në ditët tona dhe në ditët pararendse të pasardhësve apo qoftë të paraardhësve të Zotit. Sa i takon intervistave që ai ka dhënë në burg me Vëndosken dhe Martin Lekën, një ndër ata që e ka intervistuar, a ka qenë i kujdesshëm në qëndrimet që ka mbajtur? A ka patur, më themi, shigjetime politike për atë që do të vi? A ka dhënë mesazhe të qarta për atë që e pret Shqipërinë me kthimin tim në publik pas ditëve në qeli, pas viteve në qeli? Në burg ai ka dhënë pak intervista dhe ka dhënë për mediat më të rëndësishme të kohës. Kryesisht ka dhënë për media ndërkombëtare, kam parasysh Zërin Amerikës, BBC-n, ka pasur për radio gjermane në atë periudhë dhe ka pas të kursyera për shtypin kombëtar në Shqipëri. Natyrisht koha jonë meqense ishte tillë atëherë, po kishte. Por ajo që është shumë e rëndësishme dhe duhet thënë, në këto intervista spikaste pesha specifike dhe politike e fjalës. Kryesisht mesazhi politik i tij dhe në mënyrë të adresuar mesazhi që i çonte partisë politike që drejtohej nga një peshë, me influenca të ndryshme dhe me përbërje heterogjene në një lloj kuptimi të fjalës. Kjo vret edhe në periudhën pasuese. E dyta është që ai e pati ndërgjegje respektimin e një ansambli figurash brenda partisë së vet. Po ta krahasojmë me modelin e sotëm, janë dy kontraste të fuqishme, të papërqafshme dhe të pakrahasueshme. Dhe pjesa tjetër ishte që Fatos Nano e vlerësonte rëndësinë e komunikimit me gazetarët dhe dinte fort mirë impaktin që ai komunikim kishte tek publiku dhe tek, le të themi, grigjat politike të partive. Ke qenë më nderuar atëherë në atë kohë kur ti ke punuar për figura të kësaj natyre, ke intervistuar, ke bërë pyetjen si njohës i medias dhe i fjalës së lirë pa patur apo pa u stepur në asnjë moment me gazetarët që janë sot në terren dhe përqasen me politikën. Se është më e rëndësishme të bëjmë dhe këtë krahasimin. Po, nëse do të bëja një përgjigje pohuese, do të bija në kundërshtim me vetveten, se unë përpiqem dhe natyrisht e kam ndërgjegjen se jam i njëjti, por patyshim në kontrasti lidhet me situatën, me realitetin e ndryshuar të shoqërisë. Shoqëria mendon shumë ndryshe, gjeneratat njerëzore në historinë e këtyre 30 viteve kanë ndryshuar dhe si të tilla edhe relacionet politike. Politika shqiptare ka ikur nga, le të themi, piku i tranzicionit, nga sjelljet tranzicioniste. Sot kemi një situatë tjetër, por në fakt është një situatë që nuk e pëlqejmë për shkak sepse determinon disproporcionaliteti politik midis dy kaheve. Dhe ky është i dëmshëm sepse nuk e bën të cilësishëm edhe pluralizmin, edhe kontrollin. Sot shoqëria jonë e vren me një lloj brenge dhe pikullimi sociopolitik faktin që pushtetet tek ne janë në disbalancë, janë të pakontrollueshme, qeverisja sidomos dhe ajo që quhet llogaridhënie. Po këto janë komponentë të demokracisë dhe përderisa mungojnë këto komponente, ne kemi një lloj trishtimi social edhe politik në vend. Ka një element që e karakterizon apo një fuqi, mund të themi mendimi që e ka karakterizuar zotin Nano.
momenti kur e ka ditur që duhet të bëjë një hap pas. Një histori dorëheqjesh, 3 shumë të rëndësishme, 40 tjera pashtu, se takon familjes ti politike. Çfarë tregon kjo për të? Kjo tregon tolerancën që e pas ka pasur diçka genuine, nuk e ka pasur, le të themi, thjesht një qasje apo një zgjidhje politike të qastit ose spontaneitet. E ka pas pjesë të ndërgjegje substanciale njerëzore të tij dhe pashmangshmërisht edhe politike. Kjo ka qenë e shëndetshme, mendoj unë, jo vetëm për atë, por sidomos për shoqërinë dhe për dy kampet politike që kishte shoqëria si administratore të jetës politike në vend. Nga ana tjetër, mendoj që kjo qasje e tij e ka lehtësuar mbylljen dhe fundin e tranzicionit për shoqërinë shqiptare. Qartë. Nëse do të kishte patur mandate të gjata, të plota, do e mendonit se mund të ishte edhe më vonë në jetën dhe skenën politike, pasi dorëheqjet e tij, mbas edhe largimit të nga Shqipëria, u pasua me formacione të ndryshme politike, me qasje të ndryshme, me politikbërjen që kaloi në një nivel tjetër. Do të ishte pak më ndryshe situata politike nëse do të vazhdonte derisa mbas se elektorati votuesi, populli mos ta votonte më dhe mos ta donte më në skelën politike. E mendoj me skepticizëm. E para njerë, mendoj që do të riktheheshin kapituj të rinj të konfliktit politik në vend. E dyta, do të rritej dimensioni korrupsionit dhe abuzivizmit, për të cilat ai u akuzua, por natyrisht mund të krahasohet me nivelet e tjera të korrupsionit që pati shoqëria në periudhën post tij. Dhe e treta, do të përdorej prej kundërshtarit të mbetur ende në politikë zotit Berisha, si një alibi e besueshme për të krijuar incidente politike dhe konflikte politike. Kështu që në këtë këndvështrim, mbyllja e tij e ciklit në këtë mënyrë është ndoshta më e suksesshme se sa versionet tjera që mund të kishte. Do dohet të kisha parë president të Republikës? Mendoj që po. Do ta plotësonte atë që quhet valenca e përfaqësimit politik të presidencës shqiptare, por u refuzua nga partia e vet dhe kjo është një çështje që ha diskutime të thella. Mendon se ai do donte që të ishte apo ta mbyllte karrierën politike, pra një rikthim dhe një mbyllje de jure e gjithë jetës politike të tij duke drejtuar presidencën? Shiko, periudha post-politike e tij na dha provën që ai person dinte të heshte edhe kur ndodhej në pikun e të qenit një profesionist në politikë. Dhe kështu që besoj nuk kemi arsye pse ta paragjykojmë këtë gjë. Ditën e djeshme ka patur një lumë reagimesh në rrjetet sociale, që nga reagimet për çështjen apo për mund të themi për ngushtimet e familjes dhe vetë eksponentëve politik që kanë jetuar atë kohë, por edhe për sot Partisë Socialiste. Por nuk nguruan as të tjerët që ngushëlluan, por i përmendët dhe veset.